Le të kalojmë te këndi tjetër Eva tani për të treguar një përzierje për këta jastëkët që shpresoj që të duken këto njollat e verdha, kështu bëhen jastëkët pas shumë përdorimesh, gjatë dimrit nga djersët, nga flokët, nga papastërtitë. Përveç se lajm gëllëtin, jastëkët mbeten kështu. Edhe ne femrat për shembull harrojmë të heqim makiazhin edhe ose s'është hequr mirë, se deri këtu domethënë ndoshta jo, por që atëherë si do t'i zbardhim jastëkët e zverdhur? Një përzierje që do ta tregoj Eva tani, këtu kemi një legendë me ujë të vakët. Tani duhet të theksoj një diçka, sepse jo të gjithë jastëkët janë njësoj, kanë mbushje të ndryshme, copa të ndryshme. Në rast të parë duhet të them jastëkët me sfungjer nuk lahen. Nuk lahen për t'i pastruar, për t'i thithur nga mikroorganizmat, nga gjithë, jo djersa, jo mbetjet që lizat e vdekura. Duhen spërkatur me sodë buke. Duhen lënë një 3 orë, edhe pasaj vjetë fshesa me korrent. Në vend të sodës së bukës, mund të përdoret edhe miell misri. Miell misri është shumë i mirë. O soda e bukës, o miell i misrit. Pra i spërkasim dhe pastaj vazhdojmë. I spërkat dhe i spërkat mirë. Tu kemi për shumë sodën, ndoshta mund ta fillojmë procesin tani ne. Soda, këtu, jo, duhet dhe detergjenti. Detergjenti larës që pastrojmë. Për roba të bardha. Të bardha, me që kemi dhe jastikun e bardh. Po. Sodë buke, me të njëjtën, jo, më falë se mos i ngataron. Janë soda dhe detergjenti. Tani, varet nga njolla. Njolla në qofse ka shumë kohë, ka shumë vite. Patjetër, ka shumë vite që ka qëndruar dhe që nuk është përdorur. Tani duhet lënë 3 orë minimumi me këtë përzierje në ujë. Përzierje në ujë. Po. Domethënë dhe do të ishte pa humbur kohë. Duke i treguar, pa humbur kohë dhe i tregojmë. Pra, në fakt legjeni është pak i vogël, po ne do t'i po i tregojmë kështu mbi jastëk, sepse duken dhe njollat e verdha, sepse në këtë formë po diskutohet se si të largojmë këto njolla të verdha, ndoshta edhe në kamerë është e qartë për të treguar gjithë procesin, pra spërkatje mbulojmë mirë me ajo do futet edhe në ujë, kuptohet. Tani ne do ta fusim në ujë, tash puna është që e gjitha, siç është, atë ndihmoj edhe pak. Ndoshta gjysmën për të treguar që kështu do të vendoset në ujë të nxehtë. Përveç këtyre të dyjave, do t'i vëmë dhe peroksid hidrogjeni. Pra, që gjendet në farmaci, ujë oksigjenuar ndryshe, nuk kushton shumë në nuk kushton shumë. Të njëjta. Dhe duhet 3%. Ti 3% të lexoj ujë hidrogenizuar. Jo 6%, sepse është shumë i fortë. Po. Atëherë, edhe një herë, soda, detergjenti, ujë i oksigjenuar. Po. I oksigjenuar. Dhe duhet lënë minimumi 3 orë. Po. Pastaj vendosim në lavatriçe. Shumë të forta. Dhe pastaj në lavatriçe me ciklin e duhur. Është me pupla, është me mbushje sintetike, pra duhet kujdes. Pse përdorim dhe se për shembull mund të përdorin anvisat zbardhues me klor. Se du ta mbyllim tani. Po. Zbardhues me klor, absolutisht jo. Jo klori në roba, sidomos të peshqirët i oksigjenuar. Domethënë janë të veçantë për këtë. Që mos bëjmë zgjedhje të gabuar që edhe dëmtojmë materialin edhe shëndetin tonë. Dhe një gjë, duhet keni shumë kujdes. Në qoftë se do përdorni zbardhuesin e oksigjenuar, nuk do të përdorni peroksidin e hidrogjenit. Jo të dyja bashkë se bëjnë reaksion. O njërin o tjetrin. E gjeni shumë kollaj, për shembull, në farmaci ka kudo. Po. Sot buke njërin o tjetrin. Asnjëherë kujdes me përzierjet e gabuara, sepse bëjnë reaksione. Pra, 3 orë më pas në lavatriçe. Të falenderoj shumë për këshilla, duhet të lajm duar tani. Patjetër, duhet kishim vënë Faleminderit dhe juve për vëmendjen tuaj. Këshilla do t'i gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube. Kalofshi një ditë të bukur. Faleminderit Eva.